Investim 100% i futbollit, i bashkëpunimit i Federatës Futbollit dhe i klubit. Puna faktikisht ka filluar, siç e shihni me bazamentet, me ndryshimin e terrenit. Jemi në fazën ku do të fillojë dhe sistemi i drenazhimeve dhe objektivi bashkë me presidentin e klubit Zotëtar Laska është që në muajin qershor të fillojmë me stërvitjen këtu në këtë kompleks. Një kompleks i do të shërbejë kryesisht fakt klubit Laçit, por edhe gjithë fëmijëve të zonës që duhet stërviten këtu apo dhe kombëtarëve rajonale që ne kemi në rajonin e Lezhës. Besoj se ky është një zhvillim shumë pozitiv për rajonin, po ky është dhe objektivi i Federatës Futbollit që ne të tilla komplekse të bëjmë për çdo klub në Shqipëri. Po nëse nuk kemi një pasë infrastrukturore, është shumë i vështirë zhvillimi i futbollit. Do të kemë projekte të ngjashme edhe në filluar edhe në Shqipëri të tjera, në Trenja, në Zam, në Shqipëri. Ne kemi edhe në perspektivë pozitive. Ne i bindur që ky është një ndihmë shumë e madhe për zhvillimin e futbollit dhe që do kemi më shumë kalamaj që do bëjmë futboll në Laç. Edhe uroj që edhe ekipi i Laçit ditën tjetër këtu në këtë fushën me bar natyral të bëjë stërvitje si ekipi i Smart-Village. Nuk kemi asnjë lloj dyshimi që mos i ta përfundojmë Laçi e të valë në sikë siç ka përfajare.